Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Do të jemi bashkë në një lidhje direkte për të njohur me gjithçka kemi mundësi për sa i përket zgjedhjeve parlamentare 2025. Do të jemi së bashku për të njohur me gjithçka ndodh në qendrat e votimit në të gjithë Shqipërinë. Me 11 maj 2025, qytetarët shqiptar po votojnë për të zgjedhur 140 deputetë të rinj të Kuvendit të Shqipërisë për një mandat 4 vjeçar. Ky proces zgjedhor përfshin 3.713.761 votues të regjistruar, përfshirë 114.642 qytetarë të cilët do të votojnë për herë të parë. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri në orën 10 të mëngjesit pjesëmarrja në rang vendi ishte 12.99%. Kjo shifër tregon një interes të konsiderueshëm të qytetarëve për të marrë pjesë në procesin zgjedhor. Në këtë zgjedhje marrin pjesë 15 parti politike dhe 3 koalicione të regjistruara nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Koalicionet përfshin Partia Demokratike Aleanca për Shqipëri Madhështore, përbërë nga 26 parti politike, përfshirë Partinë e Lirisë dhe Partinë Republikane. Nisma Shqipëria Bëhet e përbërë nga 3 parti, Partia Lëvizja Shqipëria Bëhet, Partia Nisma Thurje dhe Partia Lidhja për të drejtat e punëtorëve shqiptar. Djathtas për zhvillim e përbërë nga 2 parti, Partia Lëvizja për zhvillimin kombëtar dhe Partia Djathtas 1912. Ndërkohë, kryetari i Komisionit Zgjedhor, Ilirian Celibashi, raportoi se rreth 8% e qendrave të votimit janë hapur me vonesë, kryesisht për shkak të mungesës së përfaqësuesve të partisë politike në komisionet zgjedhore. Megjithatë, nuk janë raportuar incidente serioze që kanë ndikuar në mbarvajtjen e procesit deri në këtë moment. Për herë të parë, qytetarët shqiptarë që jetojnë jashtë vendit kanë mundësi të votojnë përmes një aplikacioni të dedikuar, të zhvilluar nga Komisioni Qendror Zgjedhor, duke përfshirë kështu diasporën në procesin demokratik të vendit. Procesi i votimit ka nisur në orën 7 dhe do të vijojë deri në orën 19 në të gjitha qendrat e votimit të vendit. Deri në orën 11, pjesëmarrja në nivel kombëtar ka qenë mesatërisht e ulët, duke reflektuar një ritëm të ngadalë të daljes së qytetarëve në votime. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë masa për të siguruar një proces të rregullt dhe transparent, duke vendosur vëzhgues në të gjithë qendrat e votimit dhe duke garantuar funksionimin e pajisjeve për identifikimin elektronik. Në qytetin e Kavajës, KZ-ja numër 43, procesi zgjedhor po zhvillohet në 95 qendra votimi në jurisdiksionin e Komisionit Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve numër 43. Numri i votuesve të regjistruar për zgjedhjet e këtij viti është 62.890, me një ulje të lehtë krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021, ku ishin regjistruar 64.729 votues. Deri në orën 11, pjesëmarrja në votime ka qenë mes 10% deri diku 13%, duke reflektuar një ritëm të ngadalë të daljes së qytetarëve në votime. Në zgjedhjet e mëparshme, numri total i votuesve që morën pjesë ishte 23.483. Procesi i votimit në Kavaj po vjon në mënyrë të qetë dhe pa incidente të raportuara deri më tani. Autoritetet zgjedhore dhe forcat e rendit janë të pranishme për të garantuar mbarvajtjen e procesit. Kavaja është një zonë me rëndësi të veçantë në hartën politike të Shqipërisë, ku garojnë kandidatë nga të gjithë forcat kryesore politike. Rezultati në këtë qytet pritet me interes të lartë, duke qenë një tregues i rëndësishëm për balancat politike në vend. Në një intervistë të zhvilluar gjatë mëngjesit të sotëm, kryetari i Bashkisë së Kavajës, zoti Fisnik Qosi, ndau mendimin e tij mbi procesin zgjedhor dhe rëndësinë e pjesëmarrjes së qytetarëve në zgjedhje. Sa po votova bashkë me familjen time në qendrën e votimit 2185 në shkolla Rilindja. Sot Kavajun kam dalë herët sot dhe kam shkuar pothuajse çdo qendër votimit. Sot Kavaja është një ditë feste. Kavaja është qytet i paqët, kështu që zgjedhjet do të kthehen në ditë feste sepse kështu është mësuar Kavaja që të votojë dhe të japi verdiktin e vet. Kavaja gjithmonë ka ditë zgjedhje. Qytetarët e Kavajës me urtësi dhe me qetësi, me qytetari që për të admiruar, sot kanë votuar dhe do të votojnë ndryshimin që do të na përkojë gjatë viteve në vazhdim, sepse Kavaja gjithmonë ka ditë zgjedhje dhe do të ditë zgjedhje edhe sot, me sa unë shikoj tek sytë e njerëzve që kam takuar gjatë gjithë ditës sot. Është një atmosferë e jashtëzakonshme, kështu që ngjelet vetë të falenderoj qytetarët dhe të bëj thirrje të votojnë masivisht, dalin në qendrën e votimit, nxjerrin familjarët e vet, nxjerrin kushëritë e vet, sepse ndryshimi po vjen dhe ndryshimi pothuajse ka ardhur. Si e prisni rezultatin?
Në Kavaj jemi besoj rreth 60% fitore e Partisë Demokratike, pa diskutim. Faleminderit. A besoj Do fitojmë apo jo? Atëherë pra ishte një prononcim që na erdhi nga kryetari i Bashkisë së Qytetit Kavajës, Fisnik Qosja. Përpara se të kalojmë tek zhvillimet, do të kemi një lidhje nga tereni me operatorin ton, i cili do të na mundsoj një lidhje me kandidatin për deputet të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, zotin Arnold Kariqi. Përshëndetje, zoti Kariqi. Përshëndetje. Si jeni, si ja keni kaluar ditën e sotme? Është një ditë sigurisht e ngarkuar, por një ditë feste nëse mund ta quaj kështu, sepse gjithmonë kur votohet është një ditë që çdo shqiptar duhet ta shohë si festë dhe si mundësinë e tij për vendimarrje për një qeverisje më të mirë nesër. Unë sapo votova në qendrën time të votimit, duhet ju them se Kavaja ka një pjesëmarrje masive të votuesve. Sigurisht orët e fundit në qytetin e Kavajës gjithmonë kanë sjellë atë fluksin ku qytetarët të zgjedhin të votojnë në orët e pasdites, po presim që numri të rritet nga momenti në moment dhe sigurisht që gjithçka duket e qetë edhe në terren, edhe në përqendrat e votimit, nuk ka patur incidente dhe probleme ditën e sotme. Do të thënë në optikën tuaj deri më tani situata paraqitet e qetë, pa incidente, pa vonesa, pa problematika. Përveç disa rasteve sporadike, ka patur disa vonesa të vogla për shkak të aparaturave, por sigurisht në të gjithë Kavajën situata e qetë, votimi ka nisur. Votimi ka nisur në orar. Ka patur vetëm probleme me pajisjen e identifikimit elektronikën, por që gjithçka është zgjidhur në kohë rekord dhe qytetarët vijojnë të votojnë normalisht në të gjitha qendrat e votimit të Bashkisë Madhe të Kavajës. Më vjen mirë për këtë. Ndërkohë që pyetja e radhës në fakt janë cila do të jenë pritshmëritë tuaja në këto zgjedhje? Pritshmëritë tona sigurisht sot është një ditë zgjedhjesh, unë nuk do doja që të bëja politikë dhe të jepja deklarata politike, por pritshmëritë janë sigurisht për post votimit masiv, edhe gjithmonë tradicionalisht votimi masiv ka treguar që sjell ndryshimin. Pritshmëritë tona janë që Kavaj të subjekti im politik, sigurisht Partia Demokratike do të jetë fituese. Ne po presim, po respektojmë qytetarët që të votojnë të gjithë dhe pas orës 19 do të flasim edhe për pjesëmarrjen, për exit pollet dhe pritshmëritë tona. Pritshmëritë tona janë sigurisht fitoria e Partisë Demokratike, siç kemi treguar dhe fushatën tonë që kemi bërë prej një muaji dhe gjithçka pritet të shihet në mbrëmjen verdiktin e qytetarëve të Kavajës. Cili do të ishte ai mesazh të cilët do i përzjedhje atyre votuesve që ndoshta kanë guruar deri më tani të shkojnë në qendrat e votimit për të hedhur dhe për të shprehur vullnetin e tyre politik? Mesazhi im për gjithë qytetarët është që sigurisht do të vinë të votojnë masivisht, të vinë familjarisht, por të mos votojnë familjarisht, gjithë secili ka mendimin e tij. Ato qytetarë cilët mund edhe kanë zgjedhur që të mos votojnë, bëhet thirrje që të vinë dhe ta ushtrojnë detyrën e tyre. Detyra e votës sot nuk është vot për partitë, është vot për Shqipërinë. Gjithë e dimë situatën e Shqipërisë, gjithë e dimë situatën ekonomike që po kalon vendi, situatën shëndetësore, arsimit, gjithçka, dhe nuk mund të vijojmë të flasim për pakënaqësira nëse neve nuk ushtrojmë të drejtën e votës. Nëse ne nuk votojmë, nëse neve nuk e ndryshojmë situatën, atëherë nuk mund të themi që nuk mund të gjejmë zgjidhje me mos pjesëmarrjen tonë. Si qytetarët duhet të jenë pjesë e vendimarrjes. Vota është themeli kryesor për ushtrimin e demokracisë dhe një popull i qytetëruar, i kulturuar duhet ta ushtrojë atë. Është gabimi më i rëndë që dikush mund të bëjë duke bojkotuar zgjedhjet. Zgjedhja është për zgjidhje dhe të gjithë qytetarët duhet dalin masivisht nga çdo cep i Shqipërisë për t'i dhënë zgjidhje të gjitha situatave që vendi është në këto 12 vite ku askush nuk mund të thotë se vendi ka kaluar lulëzimin e saj. Shumë faleminderit zoti Arnold Kariqi. Me këtë mesazh ne do të japim fund lidhjes tonë nga terreni. Ju falenderoj shumë që ishit i pranishëm me zërin tuaj dhe mesazhin që përcovët për qytetarët e Kavajës. Faleminderit. Ju falenderoj dhe.
Atëherë të nderuar teleshikues, tashmë do të vijoj me zhvillimet më të fundit, siç thash edhe në hapje të këtij takimit ton për ditën e sotme, ndërkohë që të bëj një rezume të përgjithshme për sa i përket zhvillimeve më të fundit. Pas një muaj, do të thoja unë, shumë intensiv për fushatën elektorale dhe 24 orë heshtje zgjedhore, qytetarët shqiptar ditën e sotme janë zgjuar dhe menjëherë janë nisur për të hedhur votën e tyre në qendrat e votimit përkatës, ndërkohë që për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre në kuvend. Këto janë zgjedhjet e 11-ta në Republikën e Shqipërisë pas ardhjes së demokracisë, ndërsa 2046 kandidat garojnë për 140 vende në parlament. 3.713.761 qytetarë do t'i drejtohen sot 5.225 qendrave të votimit në të gjithë vendin. Prej tyre, 114.642 qytetarë do të ushtrojnë të drejtën e votës për herë të parë. Pra këto janë pak a shumë informacionet e fundit, ndërsa për sa i përket përditësimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, deri në momentet që flasim, pjesëmarrja në rang vendi është raportuar në 29.5%, të dhënat janë mbledhur nga 1.389 qendra votimi, nga gjithsej 5.225 në të gjithë vendin. Në këto qendra nga 930.271 zgjedhës në listat përkatëse kanë votuar në të gjithë vendin 119.697 persona. Ndërkohë që dita e sotme nuk kanë munguar pra as incidentet kryesisht të vogla në qytetet si Elbasan, Lushnjë dhe Pogradec. Qendra e votimit numër 2194 në njësinë administrative Tragan, Bashkia Elbasan, është bllokuar këtë pasdite nga komisionerët e djathtë pas raportimeve për hyrje të pa autorizuar të disa personave në ambientet e votimit. Në vendngjarje ndodhet kryeplaku i fshatit dhe disa persona të tjerë, ata kanë refuzuar në fakt që të largohen nga qendrat e votimit, të qëndrojnë në distancë për më pak se 10 metra nga hyrja e qendrës votimit, duke shkelur në këtë mënyrë rregulloren zgjedhore. Për shkak të situatës së tensionuar, është krijuar dhe ndërhyrja e policisë së shtetit për të rikthyer pra rendin dhe për të rifilluar në një farë mënyrë procesin e votimit, i cili është ndërprerë përkohësisht. Ndërkohë, një tjetër incident është në afërsitë të shkollës Karbunar të vogël Lushnjë, ku ndodhet edhe qendra e votimit. Kandidatët për deputet Partisë Demokratike Gentian Çela dhe Sajmir Korreshi kanë denoncuar praninë e personave të panjohur në afërsitë të qendrave të votimit, të cilët kanë intimituar votuesit. Sipas kandidatëve për deputet Partisë Demokratike, ka njoftuar policinë, e cila është marrë sipas tyre me procesin zgjedhor dhe asgjë tjetër. Denoncimet nuk janë pranuar sipas gjithmonë dy kandidatëve. Një tjetër konflikt ka ndodhur pranë qendrës së votimit në shkollën Muhamer dhe Esat Minoralli në qytetin e Pogradecit. Në ambientet e jashtme të kësaj qendre është shënuar një përplasje fizike, ndërsa ende nuk dihen shkaqet dhe personat e përfshirë në vendngjarje kanë pritur forcat e policisë. Ndërkohë që kemi patur edhe një intervistë ambasadorit Lamberto Zanier, kryesuesi i misionit të vëzhguesve të OSBE-Odirit për zgjedhjet parlamentare, i cili ka dhënë një deklaratë për mediat nga një qendër votimi ku procesi po zhvillohet në mënyrë elektronike. Zanier njofton se 240 vëzhgues të OSBE-s janë angazhuar në të gjithë Shqipërinë, ndërsa gjithashtu ka një grup prej 135 vëzhguesish nga shtetet anëtare të OSBE-s. Ai theksoi se ekipi i vëzhguesve ka mbërritur në Shqipëri që nga fundi i muajit mars, ku kanë marrë monitorime edhe fazën e fushatës zgjedhore. Sipas Zanier, të hënën në orën 15 do të bëhet një deklaratë zyrtare për mediat ku do të publikohen vlerësimet dhe rekomandimet e misionit për zhvillimin e procesit zgjedhor. Këto të nderuar teleshikues ishin pra zhvillimet më të fundit për sa i përket zgjedhjeve parlamentare të 2025-s. Sigurisht do të kemi takime të tjera së bashku në orët në vijim për të njohur më me shumë zhvillime
për gjithçka që ndodh pra në procesin zgjedhor të 11 maj të 2025-s. Do shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe pastaj do takohemi në orët në vijim.